25 bestytnik që shkenca i ka vërtetuar 100% si të vërteta, nuk do t'i besosh syve. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të flasim për diçka që të gjithë e kemi bërë të paktën një herë në jetë, kemi trokitur në dru, kemi hedhur krip pas shpatullës, ose kemi thënë shpresoj që të mos jetë e vërtet kur na kalon një mace e zezë. Shumica i quajmë bestytni, por çfarë ndodh kur shkenca moderne del dhe thotë, e prisni pak, shumë prej tyre janë 100% të vërteta? Sot do të shohim 25 bestytni të lashta që dikur i konsideronim marrëzi, por që tani biologjia, fizika, mjekësia dhe psikologjia i kanë vërtetuar plotësisht. Bëhuni gati, sepse pas kësaj videoje nuk do të ndiheni më fajtor kur kryqëzoni gishtat për fat. Le të fillojmë. Pika 1. E para vjen nga Egjipti i lashtë, 3500 vjet përpara Krishtit. Egjiptianët kishin një metodë të çuditshme për të zbuluar shtatzanin. Gratë urinonin mbi një qese me elb dhe një me grur. Nëse mbinte elbi, linte djalë. Nëse mbinte gruri, vajzë. Nëse nuk mbinte asgjë, nuk ishte shtatzan. Në vitin 1930 shkencëtarët vendosën ta testonin dhe mbetën me gojë hapur. Saktësia ishte 70-85%. Pse? Sepse në urinën e grave shtatzëna ka nivele shumë të larta të estrogjenit dhe progesteronit. Këto hormone veprojnë si plej natyral përpara. Edhe sot e kësaj dite, nëse e provon në shtëpi, po, disa e kanë bërë për TikTok, funksionon. Pika 2. Sa më shumë urth të ketë nëna gjatë shtatzënisë, aq më shumë flok do të ketë foshnja. Gjyshet tona e dinin, por ne e quanim për radhë. Një studim i Universitetit Johns Hopkins në 2006 me 64 gra shtatzëna zbuloi korelacion të fortë. Shpjegimi: hormoni që quhet relazin dhe estrogeni i lartë njëkohësisht relaksojnë muskujt e ezofagut urth të nëna. Stimulojnë qimet e foshnjës fëmijë me flok të trashë. Pra, sa më shumë të djeg stomaku nënës, aq më shumë flok do ketë vogëlushi. Pika 3. Lemza që nuk të lë të flesh. Merr një lugë sheqer dhe gëlltite fatë. Funksionon brenda 1-2 minutash. Pse? Sheqeri i grimcuar stimulon nervin vagus, nervi i 10 të kranial. Ky nerv komandon diafragmën. Kur e irriton pak, rivendos refleksin e lemzës dhe e ndalon menjëherë. Është metodë e aprovuar edhe nga Akademia Amerikane e Pediatrisë. Pika 4. Gjyshërit thonë, më dhembin kockat, do të bjerë shi. Ju qeshni, por ata kanë të drejtë. Para stuhive, presioni barometrik bie ndjeshëm. Kur bie presioni, lëngu sinovial brenda kyçeve zirohet si balon e vogël dhe shtyn kapsulën e kyçit. Personat me artrit ose plagë të vjetra e ndjejnë këtë ndryshim si dhimbje ose presion. Studime në Britani të Madhe treguan se 70% e pacientëve me artrit parashikonin shiun me saktësi 24-48 orë para. Pika 5. Qielli i kuq në mbrëmje, kënaqësi e marinarit. Qielli i kuq në mëngjes, marinarët kanë frikë. Kjo është një nga vargjet më të vjetra në gjuhën angleze. Kur dielli perëndon, drita kalon një shtresë më të trashë atmosfere. Nëse ka shumë grinca, pluhuri dhe ajër të thatë, presioni i lartë, drita e kuqe reflektohet më shumë, qielli i kuq në perëndim moti mirë të nesërmen. Në mëngjes është e kundërta, qielli i kuq do të thotë stuhia po vjen nga perëndimi. Pika 6. Kur lopët shtrihen të gjitha njëherësh në livadë, gjyshi thotë, do të bjerë shi. Studimi i Universitetit të Arizonës dhe të Holandës 2008-2013 me GPS në qafë lopësh zbuloi, lopët shtrihen kur temperatura dhe lagështia bien, shenja e qartë që fronti i ftohtë dhe shiu po afrohet. Kur bën vap, ato rrinë në këmbë për të humbur nxehtësinë. Pra, lopët janë stacione moti me 4 këmbë. Pika 7. Hëna e plotë të çmend njerëzit? Jo plotësisht mirë. Studime zvicerane dhe australiane treguan se gjatë hënës së plot njerëzit flenë mesatarisht 20 minuta më pak dhe gjumi është më i cekët. Pse? Drita e hënës, edhe pse e dobët, bllokon prodhimin e melatoninës. Mungesa e gjumit rrit irritimin, ankthin dhe në disa raste çon në sjellje impulsive. Pra, lunatik ka pak të vërtetë. Pika 8. Çamçak zingjitur në flok. Merr gjalp, kikiriku dhe lyje. Vajrat natyral, acidi oleik dhe linoleik me gjalp kikiriku shpërbëjnë polimeret ngjitës të çamçakzit sepse janë hidrofobik, e bëjnë çamçakzin të rrëshitshëm dhe del pa prerë flokët. Pika 9. Kryqëzimi i gishtave për fat, por a e dinit që zvogëlon edhe dhimbjen fizike? Universiteti i Harvardit zbuloi se kur kryqëzon gishtat, truri aktivizon të njëjtat zona që përdoren për iluzionin e dorës së gomës, mashtrohet dhe ndjen më pak dhimbje në atë zonë. Është teknikë që përdoret edhe në terapi për dhimbje kronike. Pika 10. Trokiti në dru që të mos e marrë djalli fjalën.
Në mesjet besoi se shpirtrat e mirë jetonin brenda drurit. Por sot psikologët thonë, ritualet e vogla si trokitja në dru, hedhja e kripës, apo prekja e hekurit ulin nivelin e kortizolit, hormoni i stresit, sepse na japin ndjesinë se kemi bërë diçka për të kontrolluar fatin. Pika 11. Ëndërron shpesh që të bien dhëmbët? Gjyshet thonë do të humbasësh dikë. Shkenca thotë, është bruksizëm, kërcitje dhëmbësh gjatë gjumit nga stresi i lartë. Truri e regjistron presionin dhe e përkthen në ëndër simbolike të rënjes së dhëmbëve. Studimi 2021 në SLEP Medicine e lidhi 83% të rasteve me ankth dhe stres. Pika 12. Nëse të bien të gjitha dhëmbët në ëndër, do të vdes dikush i afërt. Edhe këtu shkenca ka përgjigje. Kur je në stres ekstrem, truri kombinon bruksizmin me frikën e vdekjes. Simboli më i fortë i humbjes është rënja e të gjithë dhëmbëve. Pika 13. Të bie syri i majt, lajm i keq, i djathtë, lajm i mirë. Në fakt, dridhja e qepallës, miokimia, shkaktohet nga mangësia e magnezit ose kafeina e tepërt. Por studime në Indi dhe Turqi treguan se njerëzit e perceptonin saktë 67% të rasteve kur dridhja lidhej me lajme, thjesht sepse e vinin re vetëm kur ishin në ankth për diçka. Pika 14. Nëse të fishkëllen në vesh, dikush po flet për ty. Në të vërtetë është tinnitus i shkurtër, ndryshim presioni në veshin e mesëm. Por kur je në situatë sociale dhe pret që dikush të flasë për ty, truri e lidh tingullin me atë pritshmëri. Pika 15. Kur të bien flokët shumë, do të ndodhë ndryshim i madh në jetë. Flokët bien 100-150 në ditë normalisht, por në stres të lartë hyjnë në fazën telogjene, bien deri 300-400 në ditë 2-3 muaj pas ngjarjes stresuese. Pra, kur të bien flokët shumë, zakonisht një ndryshim i madh ka ndodhur tashmë. Pika 16. Mos e lër këpucët përmbys, do të ketë vdekje në familje. Shpjegim praktik, në fshatrat e vjetër, kur dikush vdiste, këpucët i linin përmbys të dera që shpirti të mos kthehej. Është kujtesë kulturore, jo bestytni. Pika 17. Nëse të kruhet dora e djathtë, do të marrësh para, e majta, do të japësh. Studim dermatologjik zbuloi se kur je në pritje të pagesës ose borxhit, truri rrit qarkullimin e gjakut në atë dorë, e ndjen si kruajtje. Është efekt placebo vëmendje selektive. Pika 18. Mos e pris flokët kur je i mërzitur, do të keqësohet gjendja. E vërtet. Kur je në depresion ose ankth, flokët janë më të brisht për shkak të kortizolit të lartë. Nëse i pret, duken edhe më keq dhe ndihesh akoma më keq. Pika 19. Nëse han mish pule dhe peshk në të njëjtin vakt, do të marrësh lebroz. Në fakt, kombinimi i proteinave të ndryshme ngadalson tretjen dhe shkakton fryrje të madhe të disa njerëz. Në mesjet fryrja skuqja e lëkurës ngjanin me simptomat e hershme të lebrozisë. Pika 20. Kur të bien lotët pa arsye, dikush të do shumë. Në të vërtetë, lotët emocional, edhe pa arsye të dukshme, shkaktohen nga rritja e menjëhershme e oksitocinës, hormoni i lidhjes dhe dashurisë. Pra, trupi yt ndjen dashuri të fortë për dikë edhe në vetëdijshëm. Pika 21. Mos e hap çadrën brenda shtëpisë, sjell fatkeqësi. Në Anglinë viktoriane, çadrat hapeshin me mekanizëm pranveror që mund të lëndonte dikë ose të thyente sende të shtrenjta. Është paralajmërim praktik që u kthye në bestytni. Pika 22. Nëse të del hund gjak pa arsye, dikush po të mendon intensivisht. Rritja e presionit të gjakut nga emocione të forta, dashuri, xhelozi, zemërim, mund të shkaktojë hemoragji të vogël në hund. Kur dikush të mendon shumë, ti e ndjen në vetëdijshëm dhe reagon fizikisht. Pika 23. Mos e shiko veten në pasqyrë natën, do të shohësh djallin. Në errësirë pas 5-10 minutash shikim në pasqyrë, truri fillon të krijojë iluzione, fenomeni Trottler efekti i fytyrës së çuditshme. Njerëzit shohin fytyra të deformuara, edhe sot e kësaj dite përdoret në eksperimente psikologjike. Pika 24. Nëse të bien qerpikët, do të marrësh dhuratë. Kur je i lumtur ose i dashuruar, qerpikët bien më shpesh sepse rritet qarkullimi i gjakut dhe rigjenerimi i qelizave. Pra, kur je në gjendje pozitive, të bien më shumë qerpik dhe zakonisht atëherë merr edhe dhurata. Pika 25. E fundit dhe më e bukur. Kur të bien lotët e gëzimit, dikush lutet për ty. Shkenca e fundit, lotët emocional, qoftë nga gëzimi apo trishtimi, përmbajnë enkefalin, opjat natyral që të bën të ndihesh më mirë. Kur ndihesh kaq mirë sa të qash, zakonisht dikush ka bërë diçka të mrekullueshme për ty dhe ndoshta po lutet që ti të jesh gjithmonë kështu. Përfundimi. Shihni sa të mençura ishin gjyshërit tanë? Ato që ne i quanim bestytni ishin vëzhgime shekullore të natyrës njerëzore dhe të botës përreth. Shkenca thjesht u dha emër atyre që ata i dinin me zemër.
Nëse ju pëlqeu kjo video, shtypni like, ndajeni me dikë që qesh me gjyshen kur ajo trokit në dru dhe shkruani poshtë, cila bestytni ju ka dalë më shpesh e vërtet. Abonohuni që të mos humbisni video të tjera të tilla. Shihemi javën tjetër. Qëndroni të sigurt dhe nëse ju kruhet dora e djathtë sot, pritni pagesën.